Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka uruar Klodian Brahon për marrjen e detyrës si kreu i SPAK. Në postimin e tyre në Facebook shkruajnë: Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri uron Klodian Brahon për marrjen sot të detyrës si kreu i SPAK-ut dhe i dëshiron suksese në këtë rol të rëndësishëm për vendin. Njëkohësisht vlerësojmë SPAK-un për qëndrueshmërinë përballë presioneve politike, si dhe për vendosmërinë dhe integritetin e treguar nga kryeprokurori më parshëm Altin Dumani. Në drejtimin e tij, SPAK shënoi hapa përpara në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë dhe kontriboi në forcimin e besimit të publikut te drejtësia. Lufta kundër korrupsionit dhe pandërshkueshmërisë, si dhe respektimi i shtetit të së drejtës, janë përgjegjësi e përbashkët të të gjithë institucioneve kyçe dhe një element thelbësor i rrugës së Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian, rrugë mbështetur nga shumica dërmuese e qytetarëve shqiptar. U bëjmë thirrje të gjithë institucioneve që të ushtrojnë plotësisht rolin e tyre, të përmbushin përgjegjësitë dhe të bashkëpunojnë pa rezerva për të garantuar llogaridhënie në dobi të gjithë qytetarëve. Presim të vijojmë bashkëpunimin me SPAK-un, teksa e mbështesim Shqipërinë në çdo hap në rrugën drejt Bashkimit Evropian.